Të kemi një eufori shumë të madhe mediale për sa i përket krijimit ose të mos krijimit të institucioneve. Unë mendoj se të vendosim me një numër të tillë të votave 53 së bashku me neve, absolutisht mund të krijoj qeverinë dhe të votoj kuvendin dhe natyrisht se duhet të parafrohen qëndrimet me partitë tjera politike shqiptare që të ketë dhe të ndodhë votimi i presidentit të shtetit. Shpresoj se edhe PDK-ja dhe LDK-ja e dini si për neve pakicat ose popujt jo shumic, do të ishte shumë rëndësishme që të ndodhë një koalicion më të gjerë, ku do të ishin të gjithë brenda dhe ku ai president apo presidente e shtetit do të ishte pranuar për të gjithë qytetarët. Dhe përveç politikave brenda për brenda Republikës së Kosovës, për çka po flisnim deri tani, na intereson të dim pak më shumë për shtypjet e juaja, por edhe planet e juaja, edhe nëse jeni pjesë e kabinetit të ri të qeverisë me në krye Albin Kurtin sërish, Kurti 4 në këtë rast, mes raporteve të Republikës së Kosovës dhe të Bosnjë-Hercegovinës. Pra, me tekst të veçantë të çështja e vizave, me qenë se ju po flisni për të drejtat e bosnjakëve brenda Kosovës, po në anën tjetër kosovarët, sikur gjithë të tjerët duan që të lëvizin lirshëm. Gjithandaj, këtë nuk e bëjnë dot drejt Bosnjë-Hercegovinës, pavarësisht se Kosova i ka hequr vizat për bosnjakët, kjo nuk ka ndodhur nga pala tjetër, a do të kemi ndryshime apo lëvizje, cilat janë pritjet tuaja gjatë mandatit të ardhshëm, mbase? Heqja e vizave ose lëvizja pa viza në Bosnjë-Hercegovinë nga ana e Kosovës ka qenë për çdo lavdat, por kjo mbi të gjitha, ka qenë edhe respektimi i marrëveshjes së Berlinit për vendet e Ballkanit për ndihmor për lirinë e lëvizjes. Bosnja dhe institucionet e Bosnjë-Hercegovinës ende nuk kanë vendosur për këtë as kanë votuar dhe mendoj se Berlini dhe Parisi duhet të veprojnë pak më ashpër me ata kur bëhet fjalë për Kosovën mbrëmb. Kishim një delegacion të madh në Prizren, një numër i madh turistësh vjen nga Sarajeva për të vizituar Prizren çdo ditë me shumë navin dhe shpresoj se neve edhe me tutje do të jemi konsistent dhe me të ndikushëm për të ndikuar në institucionet dhe në Bosnjë-Hercegovinën që ata të heqin vizat për neve që edhe ne të lirojmë qytetarët tanë që të udhtojnë lirshëm dhe televizin në për Bosnjë-Hercegovinë, por pa presione fuqive më të mëdha ndërkombëtare se që Gjermania dhe Franca, mendoj se institucionet e Bosnjë-Hercegovinës ende nuk janë të gatshme ta votojnë këtë. A duhet Bosnja, nuk është se nuk ndikohet? Tjetër duhet Bosnjë-Hercegovina. Jo edhe Serbisë? Republika Srpska është brenda Bosnjë-Hercegovinës. Dhe kemi mbase një pyetje për fund. Po flasim për komunitetet. Ju keni përvojë të gjatë politike zonja Rexhepi dhe lista serbe po e vazhdon dominimin e saj në skenën sa i përket komunitetit serb. Kësaj radhe i morr 9 prej 10 ulseve që i takojnë këtij komuniteti. Keni qenë shpesh e ashpër me Serbinë. Pse po ndodh që ky dominim i listës serbe akoma? Pse nuk ka pluralizëm të serbët, të komuniteti serb që është pakica më e madhe në Republikën e Kosovës, për shkak se e përmendim në fillim, ju si pakicë bosnjake i keni 3 deputet në kuvendin e Republikës. Fatkeqësisht nuk ka pluralizëm dhe ata neve brenda komunitetit tonë kemi 3-4 subjekte politike dhe kjo është demokraci dhe me këtë dalim në zgjedhje. Populli vendos që do të votojë dhe konsideroj se kjo është në rregull. Është njëjta edhe tek shqiptarët edhe njëjta është edhe tek komunitetet tjera, tek serbët. Ende pra populli që jeton në Kosovë, populli serb që jeton në Kosovë në shumicë voton për listën serbe. Për çfarë arsye do të pyesni ata? Unë nuk dua të flas për këtë. Keni edhe një parti, Nenad Rashiqin, e cila tash fitoi po ashtu vendin në kuvend. Neve kemi vrejtje edhe në numrin e votave të atij sepse shumë na përzihet në fshatrat autentike bosnjake dhe na merr votat, që është kundër kushtetutës së Republikës së Kosovës. Po merr vota nga bosnjakët? Po. Jemi ankuar edhe në edhe në gjykatën supreme, në zgjedhjet e kaluara na janë përgjigjur negativisht, po e shoh që partia dhe njerëzit tanë përsëri po e përgatisin ankesën nesër ose pas nesër, sepse në rajonin e Prizrenit, aty ku jeton janë fshatra etnike bosnjake, ku nuk kemi asnjë pjesëtar, as serb, as shqiptar, as turq, as një tjetër
në shumicë merr votat që konsideroj se nuk është në rregull dhe kështu rënohet edhe ndërmjet nesh marrëdhënia për cilën konsideroj se është e panevojshme, por gjithsesi është rëndësishme që edhe brenda komunitetit serb të ekzistojë ky pluralizëm, të jenë disa opsione politike dhe se serbët të votojnë për atë që konsiderojnë se duhet të mbështesin. Natyrisht se do të presim edhe vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ju besoj tashmë do t'i drejtoheni këtij institucioni deri të hënën në mesditë, pra deri në ora 12 për të parë se cilat do të jenë rezultatet dhe përgjigjet e tyre. Ne ju falenderojmë shumë zonja Rexhepi që ishit sot në Infomagazin dhe diskutuam për planet e juaja dhe natyrisht objektivat që keni ju për qeverisjen e ardhshme të Republikës. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe ta shkojmë me lajme tjera, apo jo? Pikërisht.